Unë nuk kam se çfarë të shtoj prej konferencës për media që kam pasur para një jave dhe nuk besoj që është nevojshme të përsëris veten. Presidentja e Republikës është kreu i shtetit ku unë jam kryeministri i vendit dhe unë besoj që kemi një çështje që tash ndodhet në gjykatën kushtetuese, ndërkaq theksi duhet të vihet tek fakti që në vitin e kaluar kemi pasur 4 palë zgjedhje dhe unë jam i bindur që nuk kemi nevojë ta përsërisim vitin 2025. Viti 2026 është vit i ri, nuk është as e drejtë as e dobishme që të kemi zgjedhje të përsëritura. Prandaj është e domosdoshme që të kemi marrëveshje me partitë opozitare për zgjedhjen e presidentit dhe qytetarët e Republikës presin prej neve stabilitet institucional e jo zgjedhje të përsëritura. Pra nuk ka nevojë për zgjedhje të reja të përsëritura, ka nevojë që sa më parë ta kemi atë gjykimin e gjykatës kushtetuese dhe të filloj kuvendi të punoj, meqense mbi 120 milionë euro të marrëveshjeve të ndryshme ndërkombëtare na janë vënuar për shkak se nuk po punon kuvendi i Republikës dhe në anën tjetër zgjedhjet e reja do të kushtonin së paku 10 milionë euro. Nuk bëhet fjalë tash se kush e ka shumicën dërmuese, subjekti vetëvendosja ka fituar me 51.1% dhe çështja është te kvorumi i 80 deputetëve dhe nuk besoj që na duhen zgjedhje të reja për të pasur garë se apo i bëjmë 80 deputet. Është domosdoshme që sa më parë të funksionalizohet kuvendi dhe të mos shkojmë në zgjedhje të reja të panevojshme.